pak ditë, kur kemi bërë emision e parë, ke thënë do zgjasnja 2-3 javë, po, pa tjetër. Pastaj ke qenë ides që nga kjo protest është Rama ai që do jetë përfituesi i madh. Vazhdon të jesh Rama dhe Berisha. Rama dhe Berisha të dy. Ndërkohë protesta ka parullën kundër Ramës, kundër Berishës. Atëherë je i të njëjtit mendim apo ke ndryshuar qasti duke parë eturin e protestës? Jo vetëm që jam i të njëjtit mendim. Po. Por u plotësua cikli lunar, pra u bën 24 ditë. Po. Dhe unë vetëm përforcoj mendimin që kam thënë këtu që kjo protestë është e Ramës dhe Berishës dhe është bileta e fundit e mbijetesës Rama-Berisha. Me këtë protest, ata kanë krijuar ventilin më spektakolar për të shfryrë shpresën dhe besimin e shqiptarëve se këtu mund të ketë ndryshim. Po njerëzit dalin me vetdije, Arjan? Njerëzit dalin sepse kanë plag. Plaga është e vërtet. Plaga kullon. Shoqëria shqiptare ka 36 vite që ka një plag që kullon. Por kjo nuk do të thotë që njerëzit e plagës janë motori i protestës. Njerëzit e plagës janë faktikisht fryma që po përdoret nga njerëzit e plaçkës. Protesta po organizohet, po strukturohet, ka si generator dhe karburant, logjistik dhe financim, mediatizim dhe planifikim nga njerëzit e plaçkës. Kjo është e vërteta. Absolutisht si ditën e parë dhe sot e them, unë nuk e vënë dyshim që ajo protest është e madhe, është e fortë, është frymëzuese dhe ka pushtuar mendjet e gjithë shqiptarëve sepse aty ka plagë vërtet dhe me çdo njeri që del aty me plagë vërtet unë përulem me nderim. Por më vjen shumë keq që duhet t'ua them vërtetën. Dhe pse duhet ta them vërtetën? Sepse nëse unë do ta them vërtetën dhe do të hesh sot dhe do mendoj këto që mendoj sot. Po. Në qoftë se unë do ta them të vërtetën dhe do hesh për këtë që mendoj dhe di sot. Cila është e vërteta? Ja pra. Dhe ma lidh pak pse ka dalë Dritan Goxha në këtë moment. Do ta lidh. Nëse unë do ta them të vërtetën që them sot dhe mendoj sot, nëse të ndodh ashtu si e mendoj unë sot nesër, dhe unë do ta them këtë fjalë që po them sot nesër mbas heshtjes sotme, nëse do kisha heshtur, njerëzit do të më thonin zotëri pse flet si kofini pas të vjelave. Pse flet pas të ka ndodhur. Atëherë e vërteta është kjo. Kjo protest ka një sër ngjarjesh që ka ndodhur paraprakisht. Ka vizitën e Edi Ramës tek Meloni, tek Sanchezi dhe tek Qiraku Mitsotakis. Ka mëngjesin e lutjeve të Fatmir Mediut, ku u bë edhe lobimi fillestar për waiverin e Sali Berishës. Ta themi të vërtetën cop. Heqjen e vizës që ta waiverin, pra waiverin. Po. Ja bën me dorë. Drejtë për të kaluar në SBA. I than Berishës u ngapo. Po përjashtimin nga i dhan Berishës një teddy bear, një përqafim. Okej, waiveri se kupton publiku, kështu që. I dha një përqafim Arushi, i than je i përdorsh. Okej. Pra, kemi profilaktik Lapajn që përfaqëson një parti të vogël, kemi edhe profilaktik Berishën që po përdoret sepse është momenti. Kaq. Pra e gjitha kjo faktikisht është dëshmia e faktit se çdo gjë i përket një planifikimi të kujdesshëm nga Edi Rama dhe Sali Berisha. Vjen sepse Sali Berisha nuk funksionoi me 6 milion eurot, me lobingun, me zyrat e avokatisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për sa kohë realiteti politik dhe social në Shqipëri ishte qartësisht pro-amerikan, Berisha ishte i panevojshëm dhe nuk vlente kurkund në asnjë kancelari ndërkombëtare. Po. Tjetër, Edi Rama psoi një goditje të rëndë me çështjen Balluku dhe humbi besimin e Bashkimit Evropian, por u trondit e gjithë arkitektura e njeriu të preferuar të Perëndimit, edhe në Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe në Britaninë e Madhe dhe kudo tek partnerët, sepse ky njeri nga transformuesi i madh dhe mbështetësi i reformës në drejtësi, u kthye në gardën pretoriane të korruptuarve brenda tij. Dhe sfida për votimin e Ibarit, nevoja e tij për legjitimitet politik nëpërmjet votimit të Ibarit, pra procesit Bashkimit Evropian, e vendosi atë në një nevojë të madhe të një negociate të shpejtë. Mos harroni që para 2 muajsh ai u nxitua për të shkuar në bordin e paqes sepse i duhet Trumpi për legitimitet politik për të shantazhuar SPAK-un që po kërkonte heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut.
Pra, vajtja e tij në bordin e paqes ka qenë vetëm shantazh ndaj SPAK-ut. Okej. Por nuk i dha takim me Donald Trumpin, nuk i dha takim me Rubion. Kazani dhe Zvërneci nuk i dhanë takim. E kupton? Po. Kështu që për mua Edi Rama ka negociuar me Bashkimin Evropian pikërisht këtë gjë. Çfarë? Unë nuk kam këllqe ta prish marrëveshjen me familjen Kushner-Trump. Dhe? Po e them kështu popullorçe. Po bëj këtë protestë? Dhe unë jam i gatshëm që në rast se ju do të më votoni i barin, po e themi popullorçe, se nuk e di çka ka folur ai aty, se janë të tjerë ata që janë ekspert për çfarë ka folur ai aty, por unë jam i gatshëm që ta anulloj atë proces, ta mbaj familjen Trump nga Bashkimi Evropian larg apo nga struktura afër Bashkimit Evropian, nëse ju do të më jepni votimin e i barit. Dhe kjo është dënë. Po, pastaj. Por kemi këtu tani një lëvizje të madhe popullore e cila e vendos Ramën e pare punës në një ekspoze publike ndërkombëtare, vendos çështjen Trump tek goja, propaganda dhe loja e të gjithë majtës radikale, por edhe e palve anti-luft, anti-Iran, anti-Gaza, apo pro-Gaza, e kështu me radhë, dhe Ramës i jep një paket madhe negociuese. Paket madhe me Bashkimin Evropian si stabilizues, paket madhe me familjen Trump. Pra nëse familja Trump i merr përsipër takim dhe e merr në prerë Trumpi, përfundimisht ai e vazhdon marrëveshjen. Në rast se ai nuk ka deri shtator, maksimum i shkurt, premtimin për një takim në zyrën ovale, ai e prish marrëveshjen. Dhe ku hyn protesta këtu? Protesta është mjeti, pra, sepse ai vetëm s'ka këllqe politikisht. Protesta, populli, masa, mediatizimi, debati i jep atij likuiditet negociues me Bashkimin Evropian dhe me Trumpin për këtë objektiv që ai ka. Atij duhet legitimitet politik. Ja ta mbaroj se. Jo vetëm të lutem se